Njanit I kish dhe gruja. Edhe tha kur e mlun me dhe, tha, ja nisi të mërmoru, tha më duket e kalli edhe na dy. A e ki gruën gjallë? Ja ti, edhe ti, Çfarë djeni më dhe gruja? Se pa urxu pidarde, nuk shkon mi, nuk ja dedikuj. Çfarë ndjeni më dhe gruja? Me dhe gruja është veç një mërzi tjetër me e madhe. Piklimi më I madh është me dek nona, mas nonës po vike gruja. Hey, këto që kam shok mirë se pa I thonë mos rrej se kisha lënë, po s'm pidha mos rrej. Ani thujo mua, unë I tham këti, po thot mos rrej. Kam të tyje. Sot, gjdo herë që të shoh ty, me një veshje dhe me një karakteristikë ma ndryshe. Qa ka ndodhë sot që je bo kuqezi? 28 nëntori nuk ka. Po me thonë drejtën, unë e kom thonë x herë, tekshat kom tari veshje, kur jom ditët e veçanta për festa, për këtë aty. Po sot ishte një tjetër ditë, një shokut në ngusht, I ka vdek gruja, e sot kem në varrim me disa shoke. Unë e kështë e thove mos o martu na I shok, e kom shku me në flamur. Wallahi. Po martohen, e që martohen, po. A ti ka kështë kanë në vërrim sot? Po. A u mërzet a I shokje? Po mërzet mëre që I shjave. Edhe ty ka dhe gruja? Ajo është, po dhe mu gruja, ma herën ka Çfarë djeni më dhe gruja? Se pa urxu pidarde, nuk shkon mi, nuk ja dedikuj. Çfarë ndjeni më dhe gruja? Me dhe gruja është veç një mërzi tjetër me e madhe. Piklimi më I madh është me dek nona, mas nonës po vike gruja. Se mu ka vdek nona, baba, vllau, frike kum pas një stërnep, gjalli, I nipi tem ka vdek. E kum pas loj aty Po, a më shkash pa ndjeni më dhe gruja? A, që ashtu mërzi, su kur do që përkajnë për gra e spinalin lët, apo thëjnë gra, thëjnë më dek burri, me dekone burri martuhet si anin. A e gruja thët, me dekone burri martuhet, e burri thët, me dek gruja shka ndodh? Pa lete që ka thojnë gratë, fjallë të grave, birat e gardë, fjallë të po... Së më qelën kur? E din qka, mos me zxatë, na krejt kemi lind... Edhe kena me vdek. Për mu plak. Na krejt kemi lind edhe për me vdek. Pra, inshallah, gjithë shqiptar, des, në moshën sa ma të vjetër, se muna petë për përsër, kena lind për me vdek, veç me të vërtet, ku po ndëgjojmë për disa tri që po vdesin, është dhimbje, është piklimi madh. A thojnë që ku dhe gruja, mshelet havaja. Se njanit, veç ngoj, njanit I kish dhe gruja. Edhe tha, kur e mlun me dhe, tha, ja nisi të mërmoru, tha më duket e kalli edhe na dy. A e ki gruën gjallë? Ja ti, edhe ti, A është e vërtet që shto që thoi? Së është e vërtet. Shka ndodh ku dhe gruja? A është e vërtet që qëtë mshelet havaja a qelet? Havaja rrenë si e rëndant. Kur des gruja, kuna ti des gruja, inshallah I ka gjemt, rejat, mesat, edhe antartje familjes. Vesh një rast që ka të gjej. Një kojshi që ka dhe gruja, gjallin e ka jashtë, ka met kikirek. E aj është për të dhimt. Tash, qëre? Se këni gjithë një nëse. Njeri I vetmum është vdekje për gjalli. Po inshallah nuk më dëgjon kërkosh për atyne që kanë met në vetmi. Veç që ati që I des gruja, I post antar tjetë familje. Wallahi që ati që I dhe gruja, ja kam shërë zoti derën me thera. Ja, që kam shërë, ja. Wallahi mire ki. Jo, hej, to që kam shok mirë se pa I thonë mos rrej se kisha lënë, po s'm pidha mos rrej. Ani thujo mua, unë I tham këti, po thot mos rrej. Ka se që eshin po thot që t'kam shok mirë. Se kësë po thot se t'ka shok mirë, po ke po t'minë më ja. Po po shqipitër e mirë, kalo shqipitër. Ju rujtë zoti, ja? Zoti, duhet në ta pranu se ti je gazetari mirë. Faleminderit, valla I ga. Po s'ka parë, në tre. Unë s'kom folë me ty kur, veç
beso zotin krejt e këqyr në emision e ty mytëm të kërë. Zoti të rujt, e inshallah kuna i dhe gruja, inshallah martohet. Inshallah më rezat, gjdo grue, gjdo burr që ma i dek njën i tjetrin, inshallah më rezat, ma mirë me dek, se kur ka thonë velimja, me dek me burrin si gata që mas mi dhona Allah kërkujna me fol, me dek burri, gruja paragjikohet, ofendohet, e kritikohet, po me dhe më dhe gruja plak i kritikohet, thëjmë pikëshur gratë e huja, me nejnë shpes ju rihet, me dal, me ka me dal, ty be inshallah në gjenet, dhe që kush dhe se vallahi për zotit e kanë.